Martesa e Fatimes, bie së profetit. Martesa ndërmjet Fatime, radiallahu anha, bie së profetit Muhammed a.s. dhe Ali ibn Abi Talibit, radiallahu anhu, përfaqëson një ndër ngjarjet më të rëndësishme në historinë islame, e mbështetur si në aspektin shpirtëroro-teologjik, ashtu edhe në dimensionin shoqëroro-politik. Martesa e Fatimes, radiallahu anha me Aliun, radiallahu anhu, ndodhi në muajin Dhulkade të vitit të 2 Hijri, 624, vetëm 2 muaj pas betejës së Bedrit. Kjo betejë, e cila konsiderohet si ndër fitoret më të mëdha të Islamit ndaj politeizmit Mekas, vendosi themelet e autoritetit të komunitetit musliman në Medinë dhe shënoi një kthes historike në fuqizimin e pozitës politike dhe shpirtërore të profetit Muhammed a.s. Pas fitores në Bedër, profeti a.s. filloi të organizonte aspektet themelore të rendit të brendshëm të shtetit islam në Medinë. Ai vendosi institucione të bazë për administrimin e drejtësisë, mbrojtjes dhe besimit, duke krijuar një shoqëri të udhëhequr nga normat e Kuranit. Në këtë kontekst politik dhe shoqëror të rëndësishëm, martesa e vajzës së tij me Aliun radiallahu anhu u bë jo vetëm një lidhje familjare, por një ngjarje me simbolik të thellë për bashkimin ndërmjet shpalljes dhe trashëgimisë profetike. Fatime u rrit në një ambient të mbushur me shpalljen hyjnore dhe edukatën profetike, që në moshë të re, ajo humbi nënën e saj Hatixhen radiallahu anha dhe u rrit nga i dërguari i Allahut, i cili luajti një rol të dyfisht si baba dhe si nën. Edukimi i saj u ndërtua mbi bazat e devotshmërisë, ndershmërisë dhe dijes. Ajo njihej për përkushtimin e saj të palëkundur ndaj fesë dhe për karakterin e saj të përulët dhe të qëndrueshëm. Profeti a.s. shpesh ngrihej në këmbë sa herë që Fatime hynte në dhomë, një veprim që shfaqte respektin dhe dashurinë e veçantë që ai kishte për të. Ajo e kishte trashëguar virtytin, ndjeshmërinë dhe urtësinë nga prindrit e saj, dhe shumë sahabë e vlerësonin si një figurë të veçantë në mesin e grave muslimane. Hadithet e transmetuara nga Aisha radiallahu anha dhe sahabë të tjerë e përshkruajnë Fatimen radiallahu anha si njeriun më të ngjashëm me profetin në fjalë, sjellje dhe etikë. Ajo është vlerësuar në hadithe të shumta si zonja e grave të botëve, bashkë me Merjemen, Asien dhe Kadijen. Sipas transmetimeve të vjetra, Ebu Bekri dhe Omeri ishin ndër ata që i kërkuan dorën e Fatimes, por u refuzuan nga profeti a.s. i cili i tha: "Çështja e Fatimes është në dorën e Allahut." Kjo reflekton konceptin se martesa e saj ishte një zgjedhje hyjnore. Ky refuzim nuk buronte nga mungesa e respektit ndaj atyre që kërkuan dorën e saj, por nga një njohuri më e thellë e vullnetit hyjnor dhe përshtatshmërisë shpirtërore. Profeti a.s. ishte i vetëdijshëm se martesa e Fatimes duhet të ndodhte me një person që ndante të njëjtin nivel devotshmërie, dijesh dhe qëllimi të lartë. Ali ibn Abi Talibi radiallahu anhu, si nxënës dhe mbrojtës i profetit, ishte zgjedhja më e përshtatshme. Kur Aliu radiallahu anhu i shpreu profetit dëshirën për martesë, ai e mirëpriti këtë kërkesë dhe i kërkoi vajzës së tij mendimin përfundimtar. Në kulturën islame, pajtimi i vajzës është kusht për vlefshmërinë e martesës. Eshtja e Fatimes u interpretua si pranim, duke qenë shprehje e modestisë dhe maturisë së saj. Ky veprim i profetit tregon rëndësinë që Islami i jep pëlqimit të femrës dhe vendimarrjes së saj në çështje thelbësore si martesa. Ky ishte një shembull që do të shërbente si udhërrëfyes për brezat pasardhës. Martesa u shpall zyrtarisht në një ceremoni të thjeshtë, por të mbushur me madhështi shpirtërore. Në praninë të sahabëve, profeti a.s. mbajti një hutbe në të cilën lavdëroi Allahun dhe e shpalli këtë bashkim si të bekuar dhe të urdhëruar nga vetë Zoti. Pas shpalljes, ushtrua një sofër modeste me ushqime tradicionale si bukë, hurma, mish qengji dhe qumësht. Pjesëmarrja e gjerë dhe atmosfera festive e bëri këtë ceremoni një moment të paharrueshëm për shoqërinë muslimane të Medinës. Ishte një martesë që përfaqësonte vlerat të larta shpirtërore, devotshmëri dhe modestinë e jetës islame. Pas disa ditësh, Fatime u shoqërua drejt shtëpisë së Aliut në një proces solemn. Selman el Farisi mbante frerët e debes, ndërsa profeti a.s. dhe xhaxhaiti Hamza ecnin pranë saj. Populli i Medinës e shoqëroi këtë ngjarje me thirrje, Allahu Ekber dhe recitime nga Kurani, duke kthyer këtë udhtim në një manifestim shpirtëror. Profeti ndihmoi vajzën e tij të zbriste nga teveja dhe me një gest simbolik ja vendosi dorën në dorën e Aliut duke u lutur: "O Allah, i lë Fatime ndaj Aliun në mbrojtjen tënde, bekoj, mbuloj me mëshirën tënde dhe bëje martesën e tyre të begatë." Jeta martesore e çiftit ishte një reflektim i vlerave më të larta islame, përkushtim ndaj Zotit, bashkëpunim, durim dhe dashuri e ndërsjellë. Fatimia kryente detyrat e saj familjare me përkushtim dhe modestinë që e karakterizonte. Ajo bluante dritë me duart e saj, piqte bukë dhe kujdesej për fëmijët pa shfaqur ndonjë shenjë pakënaqësie. Aliu tregonte respekt dhe dashuri për të,
Dhe në shumë transmetime ai përshkruan Fatimen si shoqëruesen më të mirë në adhurimin ndaj Allahut. Fëmijët e tyre u rritën në një ambient të mbushur me Kur'an, lutje dhe edukat profetike. Ky ishte një model i familjes që vepronte në shërbim të misionit hyjnor. Martesa e Fatimes me Aliun përfaqëson modelin ideal të bashkëtesës islame. Ajo është simboli i përkushtimit, i harmonisë shpirtërore dhe i respektit të ndërsjellët. Ky bashkim shërbeu si bazë për formimin e një brezi të ndritur të udhëheqësve të umetit, Imami Hasani dhe Imami Husein. Kjo martesë përforcon rëndësinë e ndërtimit të familjes mbi baza të shëndosha shpirtërore dhe etike, dhe është referencë për të gjithë ata që dëshirojnë të ndjekin shembullin profetik në jetën bashkëshortore. Allahun e lutim që t'i ngrej në gradat e larta. Amin.